Në shtëpinë e Big Brother Kosova, ku çdo fjalë, shikim dhe veprim analizohet nga publiku, deklarata e fundit e Bias ka ndezur diskutime të shumta. Ajo ka shprehur hapur mendimin e saj se Ludo ka një pëlqim të veçantë për Alben, një pohim që ka sjellë reagime të ndryshme si brenda shtëpisë ashtu edhe jashtë saj. Sipas Bias, sjellja e Ludos ndaj Albenit nuk është thjesht miqësore. Ajo vëren detaje të vogla, por domethënëse, mënyra se si Ludo i flet Albenit, kujdesi i shtuar ndaj mendimit të tij, si dhe fakti që shpesh e mbron atë në debate apo situata të tensionuara. Për Bian, këto nuk janë rastësi, por shenja të një pëlqimi që Ludo ndoshta nuk dëshiron ta pranojë hapur. Nga ana tjetër, Ludo është përpjekur të ruajë një qëndrim të balancuar, duke mos e konfirmuar drejt për drejt këtë pëlqim. Ai shpesh thekson se brenda shtëpisë lidhjet krijohen natyrshëm dhe se respekti e vlerësimi për një banor tjetër nuk duhet domosdoshmërisht të interpretohen si ndjenja romantike. Megjithatë, heshtja e tij përballë deklaratës së Bias ka bërë që dyshimet të shtohen edhe më shumë. Albeni, në këtë mes, duket më i rezervuar. Ai nuk ka reaguar fuqishëm ndaj këtyre fjalëve, por qëndrimi i tij i qetë dhe i matur ka bërë që publiku të pyes veten nëse është i vetëdijshëm për këtë pëlqim apo nëse thjesht zgjedh të mos përfshihet në spekulime. Marrëdhënia mes tij dhe Ludos ka qenë kryesisht e bazuar në bashkëpunim dhe respekt, por tani shihet në një dritë tjetër. Kjo situatë tregon edhe një herë se Big Brother Kosova nuk është vetëm një lojë strategjie, por edhe një pasqyrë emocionesh njerëzore. Deklarata e Bias ka sjellë tension, por edhe ka hapur diskutime mbi sinqeritetin, ndjenjat e fshehura dhe mënyrën se si banorët zgjedhin t'i shprehin apo t'i fshehin ato para kamerave. Në fund, mbetet të shihet nëse koha do ta vërtetojë atë që Bia ka thënë, apo nëse gjithçka do të mbetet vetëm një interpretim i saj. Një gjë është e sigurt, kjo histori ka shtuar interesin e publikut dhe ka bërë që